Dënimet arbitrare me 20, 40 dhe burg të përjetshëm janë për ne familjarët dhe për gjithë botën demokratike të papranueshme. Kërkojmë që e gjithë ngjarja e 9-10 maj 2015 të hetohet dhe procedohet nga ndërkombëtarët, nga se strukturat e larta shtetërore të Maqedonisë kanë qenë direkt të përfshirë si manipulues, nxitës dhe joshës në saimin e skenarit të 9 majit. Ministria e Punëve të Brendshme, shefi i Shërbimit Sekret Maqedonas dhe drejtori i Sigurisë Publike janë arkitektët, ideologët, urdhërdhënësit si dhe zbatuesit e skenarit Oguzit të 9 majit në Kumanov. Unë jam i sigurt se faktori ndërkombëtar do të aktivizohet dhe do të kërkoj zbardhjen e vërtetë të ngjarjes, duke marrë parasysh se aty u vran edhe policë Maqedonas. Është shumë lehtë të përcaktohet kush cilin e ka vrarë nga ekspertiza e armës, e gëzhojës dhe rrethanave të tjera në të cilat u kriju konflikti. Ky është dënim politik dhe unë jam i sigurt se ky gjyq nuk do ta mbijetoj ta dënimin e këtyre njerëzve. Kërkojmë nga faktori ndërkombëtar dhe nga lojtarët global në këto hapësira që të intervenojnë, siç kanë intervenuar edhe tjetër herë këtu në Maqedoni, të përsëritet ky rast dhe edhe pala shqiptare, edhe pala maqedonase ta dinë të vërtetën. Unë si individ nuk pajtohem me akuzën ndaj grupit të Kumanovës për terrorizëm, sepse shqiptarët historikisht asnjëherë nuk kanë dhënë prova që kanë qenë popull që kanë terrorizuar të tjerët. Por politika e Maqedonisë kishtet tash i bën gjitha lojnat për mi akuzu me çka mrrin shqiptarët. Ngjarja e Kumanovës hapi shumë dilema në barë hapësirën shqiptare. Mu më vjen keq që në këtë periudhë, 2 vjetë e kusur, sa ishin ato nënhetime, kjo çështje u hesht nga shumë, do me thonë, qendra shqiptare, pse mos them nga Prishtina dhe Tirana, po ne si shqiptar të Maqedonisë mbajmë përgjegjësinë më të madhe, sepse nuk e gjetëm të rrugës që njëherë të angazhohemi dhe të ngrisim zërin para këtine padrejtësive.